si është parimi i saktë në Islam në rast nikahu? A është detyrë të bëhet fejesa pastaj nikahu? A bëhet me patjetër në xhami apo në vend çfarë do? A duhet me patjetër të jetë edhe vajza prezente? Pra si bëhet nikahu hap pas hapi, për ne që jemi të rinë në fe. Kjo është problem u shpjegu me një përgjigje. Mirë po, elhamdulillah, me gjallarët, Allah shpërblet, kanë majtë ligjerata derse që janë, domethënë edhe në kanalin tonë, edhe në kanalet tjera, e ki pra të shpjegume, kështu hap pas hapi që është po dëshiron ti, me argumente edhe mund është u ju kthy aty në derseve edhe me përfitu, pra, edhe me ditë se si bëhet pra nikahu. Si do qohët, pra, do të me pas të qartë çka është fejes edhe çka është martesë, nikah. Nga se fejesa që është të në, realisht është nikah. Po të në, kur sillet fjala, që thonë e kam pru fjalën, ose në disa vene shkojnë me marë fjalën, varësisht traditës, në disa vene e sjellin fjalën ata të vajzës, në disa vene këta djalë do të më shku me marë fjalën. Si do që ndodhë, aty do më thonë, kur vajza i bat për hajër prindit, prezencën e dy dëshmitarëve, ose më shumë, se zakonisht janë më shumë, mirë po dy do të me qenë mas pakti, musliman, kur i bat për hajër prindit, pra, ose prindi e ka autorizu dikon më shku në vend ti, po personit të autorizum, i thuhet që për hajër qoftë vajza jonë, prezent dy dëshmitarë, që kjo është nikah në Islam. Pra, këtë ras ata dy janë burrë dhe gru, dhe i lejohet çdo gjë që i lejohet burrit edhe grus. Çdo gjë, domethënë mu vetëm me marrëdhënie intime krejt. Kjo domethënë sa i përket po aspektet të parimit, po çdo gjë është e lejuar për ta. Ndërsa fejesa në Islam është kur ti e kërkon dorën e saj. Po shkon te prindi ose e dërgon dikon tjetër, venteje, mësitin, që është e në, edhe i thot prindit, filoni është interesuar për vajzën tonë. Që kjo është fejes. Po kjo sipas Islamit. Prandaj duhet me pas qartë çka ki për qëllim me fejes, çka ki për qëllim me nikah. Po nga se terminologjitë dallojnë sa i përket Islamit dhe sa i përket traditës. Po të në pra nikahi llogaritet fejes. Pastaj dasma llogaritet martesë. Në Islam pra nikahi është martesë. E dasma është veç sa me shpall martesën që është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu te nikahi hyn edhe te akti i nikahit, pra hyn edhe mehri, dhurata apo që burri do të më dhon gruas për mirë, po nuk është kusht që me qenë i sakt dhe valid akti i nikahit. Po nëse ata dy merren vesh me zveti, po vajza dhe djali thonë ne e kryejmë këtë punë me zveti, ose më herët para se marrëdhëniet e akti i nikahit ju marr vesh sa me qenë pra mehri, ose domthonë këtë në forma tjera, kjo është nikahi është në rregull, është i saktë. Po nuk është patjetër që mehri mu caktu gjatë aktit nikahit, nuk është patjetër. Mirë, po mu caktu është më mirë. Se nga njerë mundet vajza me kërku mehet, domthonë shumë të madhe. A kjo pastaj thotë valla nuk kam mundësi me pagu këtë shumë edhe nuk bëhet hiç nikahi. Pse të na elhamdullah kjo ndoshta nuk është shumë prezente. Mirë, po në botën arabe patjetër e përcaktojnë edhe nikahin, pa e caktojnë sa me që nikahin nga se do të me ditë. Se me lanë kështu me thonë hajtë se na e caktojnë a vetë, këta një mund edhe pas pra nga tresa. Gruja thëtë ma vonë me lypë shumë, buri thëtë nuk ka mundësi. Edhe me pas më spajtimin dhe styre. Edhe pse në kësaj rase dietarë thonë, kur shkojnë të gjykasi më gjyku, aje cakton mehrin e grave të fisit të asoj grus. Po sa është prafërsisht sa kërkojnë mehrin gratë asoj fisi, i caktohet. Edhe burri do të me pas parasysh çaq do të më dhon, domethënë se ka pas ditë të ditur më herët sa gratë aty asoj familjes së atij fisi kërkojnë meher.
Mirë po tek ne, alhamdulillah, po mehri ende është i vogël ose kërkesa për mehre nuk është e madhe në shumicën e rasteve, që kjo është shumë e mirë. Ka se për njësëm ka thonë gratë më të bereqetshme janë ato që kanë mas pak të shpenzime, po nuk kërkojnë shumë meher, gjithashtu nuk kërkojnë shumë dhuratat martesës, nuk kërkojnë shumë kushte, do të thonë pjetesës e kështu me radhë, këto janë gratë më të bereqetshme. Ja, është kusht me kanë vajza prezente, jo nuk është kusht, ne përmenëm që, do të thonë, vajzës fare s'ka nevojë me qenë prezent, as djali. Këto mund më kry me autorizim. Pra, djali mundet me autorizu dikën tjetër me kërku dorën e vajzës, ose në këtë rast me kërku me jabo për hajrë në vend tina. Po s'është kusht pa tjetër me konë djali prezent. A gjithë se si edhe vajza, pra, nuk është kusht.